Fati i lindjes së mesme do të vendoset 3 ditët e ardhshme. Pse 3 ditë? Përveç ndonjë parashikimie për zhvillimit të papritur në terren, ky është afati që i ka dhënë vetes Donald Trump për të vendosur nëse do të fusë Shtetet e Bashkuara në konfliktin izraelito-iranian, duke kaluar nga roli aktual pasiv i mbrojtjes të qellit të shtetit hebre, rolin ndar me Mbretërinë e Bashkuar në atë të sulmuesit për krah fushatës së bombardimeve të Izraelit mbi territorin iranian. 3 ditë për të shpresuar ende në një zgjidhje diplomatike, e cila megjithatë për momentin është pak më shumë se një iluzion. Koha po kalon dhe po shtrëngon. Largimi i parakohshëm nga takimi i G7-s nga ana e presidentit amerikan, thirrja e Këshillit të Sigurimit në Situation Room të Shtëpisë së Bardhë dhe ndryshimi i kursit të anijes Nimitz, aeroplan mbajtësja më e vjetër e flotës amerikane, e cila nga ngushtica e Malakës në Oqeanin Indian, po zhvendoset drejt detit arab, ku do të takohet me një tjetër aeroplan mbajtëse amerikane, Tsar Zvidson në gjirin persian, duken si shenja të një vendimi të madh tashmë. Çfarë po përgatitet të ndodhë sipas burimeve të kualifikuara ushtarake të NATO-s, të cituara nga Republika, do të jetë niveli më i lartë i alarmit. Brenda 72 orëve, kapaciteti ofensiv amerikan në rajon do të arrijë maksimumin. Për më tepër, ajo që shkruan Trump në platformën e tij Truth Social tingëllon si një ultimatum. Ai kërkon dorëzime pa kushte të Iranit dhe më pas lëshon një mesazh të drejtë për Ayatollahun Ali Khamenei. Durimi më poshet shteron, ne e dim ku fshihet jashtë të quajtur i udhëheqës suprem. Është një objektiv i lehtë, nuk kemi ndërmend të dështojmë, por ta eliminojmë. Pra, dy janë skenaret e mundshëm. I pari më pak i mundshëm është që regjimi të dorëzohet duke pranuar atë që deri tani ka refuzuar kategorikisht të heqë dorë nga programi i pasurimit të uraniumit në fushë ushtarake. Ky është opsioni amerikan i vetmi që mund ta bindë Netanyahun të ndalojë ofensivën, por do të ishte edhe më i pakapërditshëm për pasdaranët, rojat revolucionare iraniane, të cilët nuk janë të gatshëm të nështrohen, sidomos pas deklaratave përfitore dhe pas viktimave të shumta të shkaktuara nga Izraeli, që duket se kanë bërë që edhe pjesë e disidencës të mbështesin regjimin. Skenari i dytë është duke u konkretizuar. Forcat armatosura izraelite po e zgjerojnë si ofensivën ashtu edhe gamën e objektivave strategjike për të vendeve ku ndodh pasurimi i uraniumit. Në këtë kuadër, ndërhyrja Shëbaz bëhet e parashikueshme. Sipas asaj që raportojnë burimet të NATO-s për La Republika, në reagimi mundshëm i Republikës Islamike e vënë pas qoshes, mund të jetë përpjekja për të djegur gjithë rajonin. Duke kalibruar raketat balistike, arsenali iranian kishte mbi 2000 në fillim të konfliktit, drejt puseve dhe infrastrukturave të naftës në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katar, një veprim në stilin e Saddam Husseinit, një lëvizje e turbuar shkatrimi në shkallë të gjerë, që nëse realizohet do të shkaktonte një katastrofë ekonomike dhe mjedisore, si precedentja e vitit 1991, kur udhëheqësi irakian dha urdhrin për djegjen e mbi 700 puseve të naftës në Kuvajt. Një mundësi tjetër, minimi i ngushticës së Hormuzit. Ndërhyrja amerikane në vizionin e Pentagonit synon të mbyll menjëherë hesapet me Ayatollahët. Trump ka qenë gjithmonë informuar për shëllimin e Netanyahut për të sulmuar Iranin. Deklaratat e tij për ndërhyrje të afërt gjatë ditëve të para ishin gjithashtu një mënyrë për të hutuar regjimin dhe për të ruajtur efektin e befasisë. Shërbimet e inteligjencës së NATO-s nga ana tjetër janë lajmëruar për operacionet e Izraelit të vetëm 24 orë përpara. Përveç aeroplan mbajtëses Vinson dhe Nimitz, Shëba ka dislokuar në rajon edhe një kryqëzore 3 luftanie, një skuadër ajrore me F-35 dhe F-16, po vendosen rreth Iranit. Bazat ajrore amerikane gjithashtu do të përdorin 28 avion cistern për të furnizuar me karburant në fluturim për avionët luftarak. Arsenali amerikan përfshin edhe Moab, bombat bunker Buster me 13 ton, në gjendje të deportojnë mbi 60 metra beton të armuar. Armët e vetme të afta për të shkatruar qendrat e kërkimit bërthamor si Fordo, e ndërtuar thellë në brendësi të një mali. Aviacioni izraelit
vështirë se mund të mbajë ritmin e këtyre operacioneve për më gjatë. Çdo mision mbi Iran kërkon një fluturim prej 3000 kilometrash dhe 4 furnizime në ajër. Të premten parashikohet një ndalesë pjesore për mirëmbajtjen e avionëve dhe pushimin e pilotëve. Nëse gjithçka do të shkojë siç është në planet e Netanyahut, deri të dielën Pentagoni do të ketë urdhrim për ngritjen e avionëve sulmues në drejtim të Teheranit.